ta lexojnë se s'kishte nevojë ta aprovoje prapë me foltorën. Se s'kan dashur ta lexojnë. Sepse Berisha ka shmangu përballjen sepse kur erdhi domethënë me lëvizjen e foltorës vet, domethënë erdhi si një njerëz që do hapte partinë, do fitonte zgjedhjet, do bënte bashkë opozitën, do bënte meritokracinë, dhe duke qenë se nuk i bëri këto, shmangu përballjen sepse e tha me krenari Nenin Basha, domethënë që do jepte dorëheqjen pavarësisht saj dhe gjetën dhe kërkoi kohë për këtë gjë. Dhe duke kërkuar kohë për vetveten, se kjo është politika, kur ti bën vetveten më të madhe se partia, më të madhe se forumi, më të madhe se ato që të ndjekin. Ai kështu e ka nis, që 90-ën. Partia Demokratike është më e madhe se Berisha. Po su bindën ata antarë. Unë them që nuk ka më Parti Demokratike. Ka, sepse kjo lëvizje për shembull e Sarinjani tregoi që njerëzit në bazë duan një lloj riorganizimi. Ne kemi nevojë për një opozitë fortë. Pse e them unë që ka? Nuk diskutohet se ka nevojë për një opozitë fortë. Jo, pse them që ka mundësi? Ja ta them këtë gjë në një analizë shumë thjeshtë. Kanë votuar rreth 500.000 veta për Partinë Demokratike? Po. Janë 180.000 veta për partitë e reja? Po janë gati në 300.000 veta që nuk kanë refuzuar të marrin pjesë në zgjedhje. Po. Dhe kjo do të thotë që ka resurse, do ishte e trisht për Partinë Demokratike, për opozitën, nëse këta njerëz do kishin shkuar prerën e qeverisë. Nëse do ishin bashkangjit Edi Ramës. Edi Rama mori votat për cilët ka luftuar tiket, domethënë në të gjitha mënyrat. Ato vota që i duhen për të marrë një mazhorancë. Opozita sot është domethënë 33 deputet diferencë për shkak të mos pjesëmarrjes në zgjedhje dhe të ndarjes votës opozitës. Pra, tregon që po të dish të luash, po të dish të punosh, po të dish ta bësh në ta riorganizosh opozitën, ke mundësi të punosh, por më shumë e thjeshtë. Po jemi përballë një formule. Njerëzit nuk votojnë për Teqi Tiramën që është i korruptuar, për të sjellë Sali Berishën. Dhe këtë formulë, të shahmat që na e ka sjell në këtë lloj pike, Berisha nuk do ta pranojë. Dhe ç'bëri? Shumë bukur. Berisha prap nuk do ta pranojë. Dhe ai do ta marrë grupin vetin. Pra, ti prap do të ngelesh i fragmentizuar si opozitë. Noshta ne të dy edhe shumë tjerë në Tiranë jemi të shqetësuar kot se ndoshta Berisha s'do të fitojë, se po i kërkojmë bullgari kot. Jo, nuk do të fitojë. Ajo është e qartë që s'do të fitojë Berisha, se derisa ai ka prunë këtë gjendje, këtë parti, se kjo parti fakt, se diskutuam edhe para ca ditësh, kjo parti e ka filluar kështu historinë e vet. Dhe nuk kishte si përfundonte ndryshe. Kjo kështu e ka fillu Gim, që me 8 vjetor, se po vim prap me 8 vjetor, të 1990-ës, kjo parti kështu e filloi. Me këto mënyra, ndoshta e mbajmë